Afrimi i datës kur çelen zyrtarisht procedurat parlamentare për zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës ka shpeshtuar kontaktet mes aktorëve politik në vend dhe ka shtuar lëvizjet e ambasadorëve kryesor në Tiranë. Shefi i delegacionit të BE-s Ettore Seku i takoi në mesditë për rreth një orë liderin e opozitës Edi Rama. Biseda u ndal në çështjen e përzgjedhjes së kryetarit të shtetit. Mësohet se Rama parashtroi qëndrimin e të majtëve në këtë proces, që kalon përmes konsultimesh paraprake mes gjithë partive parlamentare. Në fund të takimit, asnjë prej bashkëbiseduesve nuk ka preferuar të flasë për median. Shefi i opozitës ka ftuar më herët përmes një letre publike 5 krerët e forcave politike të ulen në tryezë, por kryeministri Berisha ka lënë të kuptohet se tryeza mund të mbahet vetëm kur parlamenti të jetë brenda periudhës së zgjedhjes së presidentit. Aktualisht është vetë ofruar si kandidat për president Fatos Nano, i cili duket më aktiv në këtë fushat. Ai ka takuar Edi Ramën, Ilir Metën, Vangjel Dulen dhe Shpëtim Idrizin në përpjekje për t'i bindur ta mbështesin me votë. Aleanca Demokratike propozon Eritan Cekën, ndërsa Aleanca Demokristjane Jozefina Topallin, por ende mungon kandidatura zyrtare e demokratëve, veç deklarimit të zotit Berisha se do të jetë një nga figurat drejtuese të partisë.